Ne kemi edhe një rubrik tjetër, ku flasim pak, shohim qysh është imagjinata jote, qysh kish me qenë bota si pas imagjinatës së Reanit në këtë rast. Kështu që apo më tregon, a ke mendu ndonjëherë ose a kishe pas qenë ndonjëherë më bo president i vendit? Po, kam mendu. Çka kishe bo, çka kishe ndryshu për shembull, nëse kishe me qenë president, ose a kishe vendos ndonjë ligj të ri? Kisha ndryshu me bë pak më shumë parqe edhe gjelbrim. Pra, kishe pas qef ma shumë me pas një Kosovë të gjelbërt, me shumë parqe. Mirë shumë. Po nëse kishe me qenë kryetari një qyteti, nëse kish mu dok një qytet prej fillimit si pas imagjinatës tënde, qysh kishe pas qef mu dok qaj vend? Ti e nga Prishtina, po? Po. Kështu që më trega qysh kishe pas qef me kon Prishtina si pas qefit tonë? Po, kisha doftë parqe, gjelbrim, dhe lodra tjera për fëmi. Edhe lodra për fëmi. A kishe pas qef me pas që ka shumë ndërtesa sa ka në Prishtinë të larta, a kishe pas qef me qenë ma shumë shtëpia, ma pak zhurëm, se Prishtina është pak e zhurmshme. Me shumë shtëpia. Ma shumë shtëpia. Mirë shumë. Po nëse kishe pas një superfuqi, çfarë superfuqi e kishe pas qef me pas? Një superfuqi me flyturu nështë. Me flyturu? Pse me flyturu? Se për shembull më shku në shtete tjera. Edhe cili, a kim ndonjë vend kështu të preferuar që kishe pas qef me vizitu? Po. Edhe me shku pa u lodh fort në për aeroplana, veç me flyturu, a? Po. Cili është ai vend? Gjermania. Pse në Gjermani? Se e kam tezën aty, më menet me tezën, ka shumë sene. Po, pra kishe pas qef me shku te tezja, për të qëta dhe kishe pas qef me pas superfuqin me flyturu. E naj superfuqi tjetër a ke menu najherë, për shembull? Po, me këthi kohën. Me këthi kohën. Pse kishe pas qef me këthi kohën? Se kërë në konë me i vogël, shkojsha gjithë kënd, e kisha dosh me këthi kohën. Okej, do mënë ti kishe pas qef me u bo dhe njerë i vogël. Po. Mirë shumë. Nëse kishe mujtë me shty kohën pak, a kishe pas qef me ditë, për shembull, çka kish me ndonë në të ardhme, nëse diçka? A je kurioz kështu si tip? Po, pak, po. Ka dosh me shty kohën janë një vjet, me këshyr çka bëj. Ku ka me konë në Reani mas një viti, a? Mirë shumë. Po nëse kishe mujtë me shpik diçka, qa kishe shpik? Kishe shpik një lodër që i kishë bës fëmijët të gëzuar. Një lodër që i kishë bo gjithë fëmijët e gëzuar dhe të lumëtur. Qa me ndonë për shambull, ose qka të bënd ty të lumëtur? Më bën lumëtur gitarja që lume ta. Gitarja, po. Po ndonjë person për shambull që të bënd të lumëtur, që çdo herë të ndresh disponimin? Familja. Okej, gjithë personat e familjes, apo? Mirë shumë. Nëse ti po besoj i ki qef lodra, sepse i përmene që kishe pas qef edhe me shpik një lodër që ndimon lumëturinë e fëmijëve. Por nëse kishe pas një lodër, edhe qaj lodër për shambull, kish pas mundësin për 24 orë me folë, ose me bo diçka qa menon që kishe pas qef me ditë për ta? Me ditë se shpeko emrin edhe sovjet. Ose për naj kafsh për shambull. A je kurioz me ditë për shambull që funksionojnë, qa bojnë? Po, që folin, po. Po se më qemt, që po. Që fa dosht me ditë që po menojnë ose që po folin. Mirë shumë.